Mirdita të dashur miq, të njohur e të panjohur, por në veçanti dashamirës të krijimtarisë sime letrare. Ora e famshme letrare për rrethin e ngushtë të njerëzve që e ndjekin, filloi. Këtë radhë po ju lexoj nga romani im 11 ditë të rrëfimit plus 1. Për këtë roman, kam thënë dhe më parë, kam vajtur dhe kam fjetur kastile në një manastir në Agjo Orës për të njohur më mirë jetën e murgjve, sepse ka lidhje edhe rrëfimet që bëhen nga protagonisti pikërisht në një manastir të Agjo Orësit. Dita e tretë e rrëfimit. Kapitull në vete. Mbi një kamion ushtarak si zisat rusë, prodhim kines, odhën disa ore ndije plashka të shtëpisë së Efigjenjas për t'i shkarkuar mbi tokën e baltosur të mesmalit, pra një stalle të braktisur bagëtish. Rreth saj shkure, pellgje me ujra, copra bajgash të shpërndara, vegla dore të punimit të tokës të ndryshkura në metaliken e tyre, me bishat këputur si copra skeletësh e dhëmbësh mamuthian. Stalla ngjante si një uloke e vjetër pa këmbë që mezi mbahet nga patericat e drunta. Porta pa portë, dritaret pa dritare, çatia e lëpirë dhe ngrënë vende nga gjua dhe dhëmbët e shirave, dëborës, errave. Ajri freskët malor ndye nga era e rrjedhjeve fekalore të jashtëqitjeve të bagëtive dhe të njerëzve. Një garth me degë pemësh dhe copra telar gjëmbor përbënte rrethnojën e banesës së re të Efigjenjas dhe prindërve të saj. U internuan. Për të mos ju dhënë në kohë e mundësi qarje e lotimi, qielli lëshoi furishëm lotët e tij. U ulën të tre mbi një trunk të shtrirë si stol anash portës me krahë shtrënguar supeve të njëri tjetrit. Kur qiellit ju than lotët nga rrezet e diellit, filluan të pastronin stallën brenda për të futur orenditë dhe plashkat e shtëpisë. Kolla e babait të Efigjenjas theu e para heshtjen, si për të dëshmuar se dhe në botën e nëndeshme të Hadit shpirtrat mund të mbajnë akoma gjallë trupat e tyre. Mesmali dhe të internuarit ishin dëshmia më e madhe e ekzistencës së dy botëve ekstreme në një të vetme. Këtë ekzistencë absurde vetëm një forcë absurde mund ta krijojë. Si mund të tjetërsohen pjesë të natyrës parajsore në pjesë të verit, para syve, shpirtrave dhe trupave njerëzor? As Zoti uratë nuk mund ta bëjë dot këtë tjetërsim të krijimit, pasi do tallej me veten e tij. Vetëm zotrat e tokës që s'kan zot mund ta bëjnë fare lehtë jashtë si aty në mesmalin shqiptar. Aty ku bukuria malore e pyjore përreth, edhe pse deti i këtushëm i mungon, nuk është më pak parajsore se këtu. Në atë parajsë të tjetërsuar në fer, sa filloi feri i jetës së Efigjenjas sime dhe prindërve të saj. Ishte dashura e protagonistit, që bën rrëfimin pas kaq vitesh në manastirin e Agjo Orësit. Të mohuar nga çdo normalitet jete, me të vetmet pronësi të kufizuar shpirtin dhe trupin e tyre. Po urat, edhe kjo pronësi e vetme e njeriut për të tre, qysh nga ajo ditë, ishte e kufizuar. Megjithatë, ishte e vetmja pronësi që i mbante gjallë, i vetmi ngushëllim i ekzistencës dhe besimit për jetën. Jo, asnjëherë nuk e shkarkuan të keqen që i gjeti tek biri i tyre. As ta mohonin si bir, as ta mallkonin si tradhtar para Zotit të tokës. Të keqen e ndodhur e pranuan si pjesë të fatit të jetës së tyre. Nuk kishin të parët e këtij fati, uronin të ishin të fundit. Prandaj dhe u internuan, sepse i biri u aratis në Greqi. Vërtet nuk gjetën mesmalit ngrohtësinë e asnjë banori, por veç qëndrimit heshtës e mos kontaktues me ta, nuk ndjenë as toktësi apo përbuzje prej tyre. Me sa duke mesmalorët ishin mësuar prej kohësh me armiqtë e socializmit, duke kaluar frikën e parë të kontaktit me ta në fshatin e tyre. Armiq të tillë ishin për vendalinjtë më keq se purat e lagura. Nga çdo tjetër gjë mund t'ju vinte keqja, kurse si prej këtyre armiqve të mundur e të shpartalluar më parë nga diktatura e proletariatit. Më vonë jo pak vendalinjtë do bindeshin se veç dëmkës keqe që kishin,
të internuarit si të rrezikshëm për sistemin, diçka tjetër jashtë kësaj damke nuk kishte ndonjë ndryshim të madh mes tyre. Bile jo pak herë ndodhte t'i kishin zili për nga mënyra se si ata mbijetonin atyre gërgjeve, pa patur më parë pikë përvoje nga jeta dhe punët e fshatit. Huratë, e çfarë rreziku për fatet e socializmit mund të sillte familja e të internuarve të rinj që dhe mizën e dëbonin nga vetja pa e vrarë? Ta dinte ai lartë se çfarë njerëz po humbte dhe dënonte, kush e disa herë do t'ju kërkonte të falur, dhe sa më i sigur do ndjej në timonin e anijes që kujtonte se drejtonte dhe çonte në brigjet e të ardhmes së lumtur. Kur e them tani këtë varg fjalësh të mësua përmendesh, më vjen vërtet turp nga vetja për naivitetin dhe mirëbesimin e madh. U përmbysën brenda meje idhuj dhe piedestale të ngritur mbi to, ideologjira e dogma bastarde të shqiptarizuara nga maniak, kultesh e lavdish përjetësie. Do isha çmendur nëse shpirti i Ifigjenias nuk do më qëndronte si engjëll mbrojtës deri në njëjtësimin me shpirtin e Kaliopit, me gruan e dytë, që u martua. I pafuqishëm ndaj fatit tragjik, vazhdova rolin e personazhit të vjetër dhe të ri, në skenën e teatrit më absurd që akoma vazhdonte shfaqjen me të njëjtë spektator të komanduar në të vetmin vend absurd të Europës. E shkuara me Ifigjenian kishte ndaluar e ngrirë në kohën dhe hapësirën e fundit të takimit tonë, për ta shkryrë ka përcyer kohën e hapësirën çerekshekullore të saj, para kullës së bardhë, pak çaste para ardhjes sime këtu. U takua me Ifigjenian pas dekadash në Levkopirgu, siç quhet, në Selanik. Në të vërtetë asgjë nuk kishte ngrirë e ndaluar për Ifigjenian, pas atij takimi në shtëpinë time. Takimit të parë. Më lejo Urat ta lexoj pak në vazhdim rrëfimin tim, që në fakt nuk është vetëm i imi. Vetëm kështu mund t'i qëndroj më shumë besnik çdo fjale të Ifigjenias. Biseda që bëri me Ifigjenian kur u takua pas kaq e kaq vitesh në Kulla, e barë në Levkopirgu në Selanik. Ti ishe Zoti im, Andrea, dhe unë Maria jote. Ti ishe për mua më shumë se Maria për Zotin, Ifigenia, por vetëm kaq, më pas u mbeta një Andrea i mirë, i pafuqishëm, ndryshe nga Zoti para Marijes, kurse ti mbete më shumë se një Marie, ta dish, më shumë se një shenjtore për mua. Jo, Andrea, jo, mos e rëndo veten me fajet pa qena. Atë kohë, as Zoti nuk do mund ta mbronte dot Marien e ti. E mbrojti Ifigenia, e mbrojti. Mos harron në shkollë vrasës së fëmijësh, Maria mundi të lindte birin e saj me Zotin. Kurse mua më duke vetja atë kohë qenia më e pafuqishme, që pranova humbjen para vrasësve të dashurisë sonë. Ata humbën shpirtin, ata një lloj si Herodi e të tjerë Herodë pas tij, Maria jetoi, Krishti jetoi e jeton pranatit, po dhe pranë shenjtores Marie. Oh, zemër më the shpirt, e tani pas kaq vitesh kur ky shpirt ishte larg teje, lidhur me tjetër shpirt, krijuar familje, lindur dy djem me të. Zemër, më the dhe ti, Andrea, sepse kështu mbetëm për njëri tjetrin, edhe pse pa njëri tjetrin. Një lloj si Maria me Zotin dhe si ata të dy me Krishtin. Nuk të kuptoj, Ifigenia, çfarë thua kështu? Ne mbetëm vetëm një kujtesë sa të lumtur për çastet që kaluam, aq të dhimbshme për ndarjen tonë dhe aq tragjike për vuajtjet që hoq e ti, prindrit e tu të paharuar, po dhe plagës tjetër që ata morën me vete, kurse ti jeton akoma të plagë, vdekjen tragjike të Dionit që as vari nuk i dihet. I vëllai, që Aratis. E bërë Andrea, nuk zhbehet, sikurse dhe ajo që na lidhi dhe na lidh, akoma për jetë ne të dy nuk mund të shlidhe dot. Oh, mos u keq kupto, shpirti e Ifigenias, nuk bet fjalë për ku të vete mendja. Edhe unë një pjesë të shpirtit e kam lidhur me burrin tim, e të dy i gëzohemi djalit ton. Ishte martuar dhe ajo. Por unë i gëzohem edhe asaj pjesë të shpirtit të pandashme nga ty, shpirtëruar në krijesa jone e përbashkët, Kristina. Më fal Urat, s'mund të lexoj dot më. Kristina, vajza adhuruese poezive, librave të mi,
vajza me lotët enigmatike që shisoj zavalli mu shfaq dhe u zhduk, është vajza ime, krijesa ime dhe Efigjenjas. Kam një vajzë urat, e beson, një vajzë që ai shumë dëshiroja ta kisha dhe nga goja e Efigjenjas ime dëgjoj që e kam. Ç'më ndodh kështu këto kohë e fundit që pak të prekem si përmbajtot lotët? Nuk qenë kam i vetëm, me sa po shoh dhe tek sytë e tu të lotuar. Shkusur për ju të depërtoni kaq ndjeshëm rrëfimi tim. Shpirti juaj uratë, kush e disa trazime, tronditje, dhimbje ka patur nga rrëfime mëkatarësh. Isha mes mjegullës së lotëve në makinë, ajsa nga humbja e toruas hapa fshishet e xhameve. Rrezet e diellit u shmëndanë në mira shkëndia, drite para syve të lagur nga lotët. Zeri e Efigjenjas përplas e shpateve malore të mesmalit e më kumbonte në vesh. Ishin thirrjet e Efigjenjas sime, që po jetonte dhimbjet e kalimit nga vajzë në mëmë, aty, brenda saj kasollet vetmuar ati mesmali, aq shumë afër me qiellin, ja si këtu, por ndryshe nga këtu, tepër larg nga Zoti. E megjithatë, Zoti, ashtu si Marien e tij, mbrojti dhe Efigjenjan time nga tërbimi i Neronit shqiptar. Në atë humbëtir jetësh, po lindej një jetë e re. E qara e foshnjës dhe lotët e gëzimit i kthyen parajsën e aratisur natyrës mesmalore. Qoftë dhe për pak sekonda. Nuk e teproj urat, jo, nuk e kam nga pathusi im krahasimin që bëj me Marien e Krishtin, ja që ashtu ndjeva tek përjetoja e imagjinatës ato çaste të ardhjes në jetë të Kristinës sime. Me emrin e vajzëruar të Krishtit, e thiri posa e mori në duar Efigjenja, me atë emër ju fol edhe në duart për këdhelse të gjyshes dhe gjyshit saj, një mikrobot perallore sa ishte krijuar mes botës antiperallore dhe anti-ëndërruese të mesmalit e përtej tij. Thashë themnaja e Parisë komuniste të mesmalit për dobiçin e Efigjenjas rrugarçe të pamoralshme, rrethoi kasollen me re të zeza shpifjesh, shtrëngata akuzash dhe rrufe mallkimesh, por kasollja e përallës vazhdoi të jetonte përallën e saj përmes Kristinës së vogël. Dhe ashtu mes asaj përalle iku një ditë udhës pafundme, gjyshi i Kristinës, për ta ndjekur e qenë sa më shpejt pranë tij pafundësisht gjyshja e saj. Përbindshi mesmalas, i lodhur nga mosha dhe pangopsia, lëngonte ditët e fundit jetës. Gjithçka e zaptuar përshlirohej si me magji nga zinxhirët e tij, duke shfaqur konturet e mesmalit, një lloj si zanafillës origjinale të krijimit. Efigjenja me Kristinë e vogël, mbetur më të vetmit njerëz pa njerëz, vrapuan mes botës pa njohur, duke flakur rrugës hallkat e këputura zinxhirit që i mbajti lidhur si kafshët në burgun mesmalor. Po urat, këtu afër ndaloi Odisea e tyre në ishullin Amuliani. Homeri dolinte në mes Iliadën e tij për të shkruar Efigjenjadën e re, për të bërë dyeri pavdekshëm. Dyeri pavdekshëm do bëhej edhe Euripidi me vargjet e reja për Efigjenjan, jo në Tauridë, por në mesmal. Kurse unë, urat, unë do isha më i pangjashmi dhe më i dyzuar i personazh, sa i krahasueshëm, aq i pakrahasueshëm me personazhet e të dyve dhe gjithë të tjerëve tragjedian pas tyre. I ndodhur brenda dhe jashtë tragjedisë, afër dhe larg Efigjenjas dhe Kristinës sime. Filluar si një Orfej lumtur për evridhikën e tij, por vazhduar si një Andrea i humbur dhe i pafuqishëm për ta kërkuar dhe shpëtuar Efigjenjan time nga bota e nëndeshme e Hadit, që ajo jetonte mbi dheut të mesmalit. Mbetur kështu botës së shpirtit, në dy botë jete trupash të ndarë e të patakushëm, si dy planet orbitash të ndryshme rreth diellit. Për të arritur pas një qerek shekulli largësie, çastin e afrimit dhe takimit në një orbitë të vetme. Dhe ishim aq pranë të dy, aq të parezistueshëm atij afrimi të rreqës të botës së shpirtave tanë, aty brenda makinës, tek ku do tonin diku rreth pyjesh e afër detit Kalkidikis. Mëtej, nesër urat. Edhe unë po e le për nesër vazhdimin interesant, se u preka të them të drejtë. Ju faleminderit, gjithë juve që më ndoqët. Gjithë të mirat ju uroj.